pse bre palok e thua llafin e keq, apo ta do emri që ta mbash me nder duke e shar. Megjithatë palok, ti duhet ta dish që kjo vepër është bërë me PPP, partneritet publik-privat. Dhe i ka kushtuar këtij shteti shumë më pak se çdo t'i kushtonte, sikur privatit mos i detyruar nga kontrata që i kemi bërë, që t'i bënte me shpenzimet e veta punimet masive të paparashikuara kur plasi ujë në tunelin e Morizit. Kjo vidhni e jotja palok është si ajo e disave që në komentet për hekurullën Tiranë-Durrës shkruanin pse është me një korsi apo e keni vjedhur tjetrën. Llogaraja s'kishte nevojë për hekur Axhan, se është shkëmb e shkëmbi, ndërsa formacioni gjeologjik i Morizit ka përbërje argjilore, prandaj u desh të blindohej me hekur. Kështu që mos ki merak se llogaraja ka lindur e blinduar nga Perëndia. Emor Nikolin nuk të vë faj, s'ke qa bën, se s'ka qa bën njeriu kur i ha rrenat si manafera nga që i shijojnë prej qefit. Ty të kanë gjetur të uritur për rrenën e radhës pret kocat e kënetës dhe të kanë dhënë një manafer që unë e pi verën 30.000 euro shisha, kështu që ti tani thua që s'po gjen dot palton si e imja, se do të thuash me dhe mend që është jarserie. Jo më vllai, jo. Nuk e mbaj mend fakt sa bënte se e kam bler në Gjermani në një H&M, duket se quhen ato mollet, para 20 ca vjetësh. Prandaj mos e kërko kot se i ka kaluar edhe afati i amortizimit, po të më dëgjosh mua, mbau pak më mirë nga goja më burr, se nuk i shkon burrit të merret me rrobat e burrit.